Sot po zbatohet një vendim I gjykatës, procedurë rikthimi I ligjshmërisë prona Ministrisë së Bujqësisë do t'i rikthehet publikut dhe qytetarëve një objekt I cili është ndërtuar këtu, nuk ka raporte me Ministrinë e Bujqësisë, po I rikthehet komunitetit, do gjelbrohet këtu fillimisht edhe do I shërbej studentëve, stafit ministrisë, stafit kërkimor, sepse këto toka kanë qenë të gjitha të Institutit Bujqësor të Kosovës, e do të shfrytëzohen si vende ku potencialisht në hyrjet Prishtinës, pranë aeroportit, do I tregojmë edhe botës që edhe ne mund të bëjmë projektet inovacionit në bujqësi, projekte bashkëkohore sa I përket digitalizimit në bujqësi, gjitha këto hapësira, 1.2 hektar që kanë qenë të uzurpuara do të lirohen sot. Nga viti 2023 kanë qenë të uzurpuara, kështu që po, kjo është e vërteta, por ne kemi dhënë hapësirë të palëve që të shfrytëzojnë të gjitha mekanizmat, të shfrytëzojnë mekanizmat gjyqësor, edhe gjykata ka pru vendim final që nga viti 2025 që ky objekt përfundimisht duhet I rikthehet Ministrisë së Bujqësisë dhe po e rikthejmë, po ashtu po e shfrytëzojnë 1.2 hektar do e shfrytëzojnë për Ministrinë e Bujqësisë dhe objektivat tona. A keni pyetje? Është 1.2 hektar, është disa objekte që do të renohen për një periudhë të shkurtër dhe ato do të gjelbrohen. Do të gjelbrohen, do t'i rikthehen Ministrisë së Bujqësisë, jo vetëm ky objekt, por është edhe mbrapa nëse shkoni, bukur një hapësirë shumë e madhe që ka qenë gjatë kohë jashtë shfrytëzimit të Ministrisë së Bujqësisë. I gjithë kjo hapësirë do të shfrytëzohet për qëllime publike të Ministrisë së Bujqësisë. Pra, qëllimi jonë këtu është në të ardhmen kuadër të projektimeve tona, planeve tona për bujqësinë bashkëkohore, po ashtu të ofrojmë mundësi hulumtimi, platforma të digitalizimit, po ashtu edhe ferma demonstrative, po e rëndësishme është që do t'i rikthehet Ministrisë së Bujqësisë për përdorim për objektivat e Ministrisë së Bujqësisë. Ja, nuk ka të bëjmë me fushatën zgjedhore, në fakt pas vendimit ka filluar procedura prokurimit për kontraktorin dhe javën e kaluar kanë proceduar të gjitha proceset e ankimimit në OSHP dhe kontrata është nënshkruar në momentin e parë kur e kemi pas rritjen e jeshili nga OSHP-ja, duhet ju potencoj që s'ka të bëj asgjë me fushatën zgjedhore, është punë normale. Në fakt ne kemi planifikuar që kjo të bëhet diku në prill, mirë po pat ende vazhdu procedurat, s'ka të bëj asgjë me fushatën zgjedhore, është rikthimi I ligjshmërisë, pronë publike po ja kthejmë popullit të Kosovës. Cili ka qenë vendimi I gjykatës? Gjykata pala është anku, edhe gjykata përfundimisht ka vendosur që kjo pronë t'i kthehet Ministrisë së Bujqësisë. Gjykata ka dhënë verdiktin e vet apo jo? Po, ashtu është, ka qenë konflikt administrativ e iniciuar që nga viti 2023 ndërmjet palës dhe Ministrisë së Bujqësisë, po ja gjykata kështu ka vendosur në favor të Ministrisë së Bujqësisë, sepse që është e vërteta Ministria e Bujqësisë ka qenë pronari I kësaj toke dhe po jashtë vullnetit të Ministrisë së Bujqësisë, kjo pronë ka vazhduar të jetë kështu që nga viti 2023. A kemi pyetje tjera? Unë besoj që nëse s'keni, a keni ndonjë pyetje tjetër teknike, unë besoj që gjitha materialet, përfshirë nëse ka mundësi edhe procesin e rënimit, edhe ajo pjesa kur fillon edhe gjelbrimi, besoj që ja kemi bërë që edhe gazetarëve dhe qytetarëve të Kosovës. Po, jam pronor I depos IAFC. Ministri më tha që jena uzurpator. Na uzurpator s'jena, se 26 vjet na paguajnë asgjë. Domethënë që kena pagu gjithë, e kena pagu këtë komplet. Edhe ministri u konë që ka thonë kam vazhdu kontratën. Tha kena me vazhdu për 2 vjet. Kur erdh mas 2 muaj, apet na erdh ftesa, I kam batu me dëshmi këtë komplet. Tha do të më çu venin. Njerë na tha do të më vazhdu ta kontratën. Tha mundi më qëndru. E kena pas 1500, ne ka bën 19500. I kam ato, I kam me letra këtë komplet. Edhe na 19500 ku me pagu veç për tu. E do më thonë, kjo e bani të modhe, kënë këtë punë, e që 2 vjetë do më thonë, që 2 vjetë, ja ka njësë për marej, e sot ja veç janë të orë të e bo, do më thonë, veç po shqipe I kam mirë, se është fëshot, hajde të honën këshëne, asë një kamion s'kime poshtë. Po mendoni që është duke u përdorë për fushat zgjedhore? Fëshot, veç fëshot, se qa, qëtër sen, hes. Hajde të honën, që zënit kovë një bagerë që të, unë I ka të zëjtë. Se kjo është e bo, është koha fëshotës, në regull është. Amo, zbam me boshtë. A keni tentuar të diskutoni me ministrin
Po, s'ka pranu, për që esh. S'na ka pranu, ja. E kena pranu tani me pagu na qatë shumë, apet e ka refuzu, e kena edhe email, dhe më thonë që na ka orë pe ministrisë, e është dhe më thonë email urgent, dhe më thonë që me lëshu venin. A njëherë na ka thonë që kena me vazhdu, tani masanina ta zbënë vazhdu. Ta ka e për një muj me lëshu venin, ne kena lëshu me njëherë. Nga këtë komplet, asë njoni si na konë kontes, dhe më thonë, s'kina thonë asë njoni që me, pa, adin, po këndërstojna. Këtë kena thonë, po në regull është, pelshojna, amo me orë me policie, qështu me orë me bo, tamam, jo, që kemi bo, që kemi bo, e kam orë, dhe të vazhdojnë, e kam bo, shto, a e mirë që po bëhet ministria, mo, me bo qështu, qështë mënyrë, a fatën peci u kom bashkë, i na konë tavolin bashkë i na konë. Kërë ka thonë ta që ja vazhdojnë e kontrolën. A pete e ndrej fjollë. Tash s'po di. Që vetë që investim është milionsh. Me fatën peci bashkë në tavolin e na konë. Bashkë i na konë. I na konë 11 veta i na konë. Që i na konë tavolin, po ata s'po vinë me folë, se 11 veta i na konë tavolin. Qa me kërku përgjigje. Shu, me herë na ka orë, s'na ka lomo mu taku me to. Dhe është në ka orë me email. Asë fizikisht në ka thonë që adin me lëshu, është me email. Me email në ka orë, ka thonë qanë edhe u kry.